Kryeministri Rama u bëri ftesë investitorëve të huaj të vinë të bëjnë biznes në Shqipëri pasi sipas tij koha e dur është tani. Rama tha se reformat kanë krijuar një ekonomi të qëndrueshme dhe se Shqipëria mbërritet partneri i besueshëm. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha propozon një paket masash që sipas tij synon të frenojë shpopullimin dhe të nxjisë linçmërinë. Berisha akuzoi sërish Ramën se po bën presion gjyqtarëve duke i kërcenuar me pagat. Katërmbëdhjetë masa sigurimi lëshoi SPAK duke goditur një grup të trafikut të drogës. Mes të arrestuarve është edhe Recep Raja, djali i ish-deputetit socialist Raman Raja dhe 9 persona të tjerë të konsideruar nga SPAK se kanë vepruar si një grup kriminal. Një dhurues me gen kancerogen është babai rreth 200 fëmijëve në disa vende të Europës. Një tim ndërkombëtar ka zbuluar se materiali i dhuruar prej tij është përdorur edhe në klinika fertiliteti këtu në Shqipëri. Të anën do të zhvillohet mbrëmja gala e topit të ardh 2025 të futbollit shqiptar. Producenti Ardit Gjebreja zbulon detajet të ceremonisë që do të transmetohet në ekranin e televizionit Klan. Federata Shqiptare e Futbollit publikon kandidatët për trajnerin e vitit. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se ardhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve, ku si çdo mbrëmje do të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës sotme. Kryeministri Edi Rama u ka bërë ftesë investitorëve të huaj të vinë dhe të bëjnë biznes në Shqipëri, pasi sipas tij tani është koha e dur. Rama tha se reformat kanë krijuar një ekonomi të qëndrueshme dhe se Shqipëria mbetet një partner i besueshëm. Në kujdesin e forumit të Delfit, sipërmarrës dhe ekspert ndërkombëtar u mblodhën në kryeqytetin shqiptar në Forumin Ekonomik të Tiranës. Për të gjithë pranishmit, kryeministri Edi Rama ka një ftesë për të kthyer syt nga Shqipëria për të investuar, sepse sipas tij koha është tani dhe më vonë në Shqipërinë që po i afrohet Bashkimit Evropian nuk do të ketë më hapësira të lira për ta. Investitorët duhet kuptojnë të gjithë se momenti është tani dhe Shqipëria është gati për investime të cilësisë së lartë dhe afatgjata. Ne mirëpresim partneritete që ofrojnë dijen, ekspertët, inovacionin. Investimi sot do të thotë të hyjmë në tregun e nesërm dhe ne ftojmë të gjithë që të angazhohen në 4 shtylla strategjike që do të përcaktojnë 10-vjeçarin ton të ardhshëm: energjia e gjelbër, infrastruktura moderne, turizmi cilësor dhe i qëndrueshëm dhe teknologjia dhe inovacioni. Këto janë sektorët ku Shqipëria po ecën me shpejtësi dhe ku qeveria është e gatshme të mbështesë investitorët me stimuj fiskal, transparencë dhe partneritet. Ne duam partner dhe jo kalimtar. Shqipëria nuk është shumë e madhe, kështu që vraponi dhe nxitoni përpara se hapësirat të mbyllen. E për t'i bindur që të pranojnë ftesën e tij, kryeministri bën një bilanc të gjitha reformave të mëdha që qeveria e tij ka bërë në këto vite, e që ofrojnë, siç thotë, stabilitet dhe një klimë të mirë për biznesin. Në një Europë që po rimendon arkitekturën e saj të sigurisë dhe ekonomisë, vendi ynë qëndron si një shtyllë stabiliteti, një partner i besueshëm dhe një ekonomi në rritje. Po e bëjmë gjithçka duke luftuar korrupsionin, duke modernizuar shtetin. Revolucioni digjital ka ndryshuar mënyrën se si qeverisim. Do të ketë më shumë transparencë për bizneset, më pak mundësi për ryshfete. Rama ju folit pranishmëve me shifra konkrete për investimet e huaja direkte që në 2024 thotë se arritën në 1.58 miliard euro, ndërkohë që edhe tendenca e këtij viti, sipas kryeministrit, është në rritje. E për Ramën, e gjithë kjo panoramë e mëshiron më së miri aksiomën se kapitali nuk zgjedh rastësisht, por shkon aty ku ka stabilitet, qartësi dhe drejtim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka propozuar një paket masash që sipas tij synon të frenojë shpopullimin dhe të nxjisë linçmërinë. Berisha tha se Rama po u bën presion gjyqtarëve duke i kërcenuar me pagat. Teksa kuvendi pritet të miratojë projekt buxhetin e vitit 2026, Sali Berisha prezantoi një paket të remasash ekonomike, që tha se synojnë frenimin e shpopullimit dhe nxisin linçmërinë në vend.
Kjo platformë sipas Kryedemokratit përfshin pagesa nga 1.000 deri në 5.000 euro për fëmijë, si dhe bonuse 50 deri në 60 euro çdo muaj. Impakti në buxhetin e këtij viti është 265 milion euro. Kryeministri akuzoi sërish për presion ndaj gjyqtarëve, duke e bërë përgjegjës për shkatrimin e sistemit të pagave në drejtësi. Ju përmend gjykatësve rroga sikur i ka nga pronat e Surrelit, sikur jep nga fondet e vjedhura dhe jo nga buxheti i shtetit. Një akt pacipsie, në një kohë kur ata gjykojnë. Nuk mund të konceptoj kurrë që një prokuror që do qoftaj të marrë rrogë më shumë se kryetari i gjykatës lartë apo kryetari i gjykatës kushtetuese, po këtë ka krijuar vetë Edi Rama për qëllime politike. Lidhur me deklaratat e Ramës, një kërkesë bëri edhe në adresë të Komisionit të Venecias, teksa thanë se SPAK-u po heton edhe kryeministrin. Bëj thirrje Komisionit të Venecias të bëjë një deklaratë që ta mësojnë shqiptarët se ky është një mashtrues publik ndërkombëtar. E keni marrë vesh që është nda dosja 2. Edi Rama ka hallin se është në radhë. Sërish shpjegoi arsyeën e tërheqjes së firmës për Endri Shabanin si kandidat i opozitës për avokatin e popullit. Ne jemi opozitë e shqiptarëve, jo opozitë e Edi Ramës. I pyetur në lidhje me dhënien me koncesion të burgjeve, Berisha dha këtë përgjigje. Ky ka vu vetës të bëhet multimiliardier. Të gjitha këto vjedhje sipas tij janë një arsye fortë për të protestuar për largimin e kryeministrit. Të gatshëm për protestat më të fuqishme që vendi ka njohur. Nesër në ora 9 Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të zhvillojë intervistat me 4 kandidatët për kreunëri të SPAK. Njëri pas tjetrit, prokurorët posaçëm Adnan Xholi, Elvin Gjokaj, Doloreza Musabiliu dhe Klodian Brau do të shpalosin për afro 40 minuta platformën e tyre të drejtimit. Në përfundim, anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë do të votojnë për zgjedhur njërin prej tyre si drejtuesi i prokurorisë posaçme në 3 vitet e ardhshme. Drejtuesi i ri do të zëvendësojë aktualin Altin Dumani. Zëvendësdrejtori për çështjet e Europës Perëndimore e Qendrore i Departamentit Amerikan të Shtetit Lyn Debevoise vizitoi SPAK-un për shprehur vlerësimin e Shteteve të Bashkuara për punën e kryeprokurorit posaçëm Altin Dumani me agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit për të përballur me rrjetet e paligjshme që kërcënojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe për të luftuar korrupsionin që pengon kompanitë dhe investitorët amerikanë. Sipas njoftimit të ambasadës amerikane, në këtë takim u theksua se përpjekjet e zotit Dumani vendosën standardin për bashkëpunim të fortë me Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë kundër organizatave kriminale ndërkombëtare, në të cilin shpresojnë se do të vazhdojnë me pasardhësinë e tij në krye të SPAK-ut. Veç Dumanit, zyrtari i dashu takua dhe me kreun e ri të BK-s Joniketa dhe prokurorët e SPAK Klodian Brau e Bledar Maksuti. 14 masa sigurimi ka lëshuar SPAK duke goditur një grup të trafikut të drogës. Djali ish deputetit të Partisë Socialiste Rahman Rajës, Recep Raja dhe 9 të tjerë u arrestuan me kërkesë të prokurorisë së posaçme këtë të mërkur si të përfshirë në trafik të lëndëve narkotike, duke bashkëpunuar si një grup kriminal. 4 të tjerë u shpallën në kërkim pasi nuk ndodheshin në Shqipëri, 2 prej të cilëve janë lokalizuar në Dubai. SPAK thot përmes një njoftimi zyrtar se nga analizimi i komunikimeve në aplikacionin e koduar Sky, ka arritur të zbardhë 3 episode të trafikut të lëndëve narkotike, të kokainës e kanabisit që ky grup kriminal ka kryer gjatë viteve 2020-2021. Personat e dyshuar janë përfshirë në aktivitet të palishëm të trafikimit të lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Malit të Zi me destinacion final Gjermanin, nga Shqipëria drejt Turqisë, si dhe nga vendet e Amerikës së Jugut drejt Bashkimit Evropian. Hetimet kanë identifikuar 5 nga këta persona në rolin e drejtuesve, mes të cilëve Islam Sefa, të cilit masa e sigurisë ju komunikua në qeli, pasi është arrestuar më herët dhe dënuar me 11 vite burg për përfshirje në trafik të lëndëve narkotike. Po ashtu edhe Bujar Sefa, i cili u shpall në kërkim, se më herët ka qenë i kërkuar nga autoritetet shqiptare dhe ato italiane për të njëjtën veprimtari, si dhe Jani Çavo, që është dënuar nga gjykata e posaçme. Gjatë kontrolleve të ushtruara nga forcat operacionale të policisë së shtetit këtë të mërkur, janë sekuestruar afro 500.000 euro, armë zjarri, makina e sende të tjera. Plazhi i Divjakës po përballet me një katastrofë mjedisore për shkak të mbetjeve urbane që deti ka nxjerrë në breg.
Publikimi në media i pamjeve alarmante në tonelata të plerave urbane që kishin pushtuar plazhin vuri në lëvizje autoritetet në Divjak, por përfaqësues të bashkisë dhe të zonave të mbrojtura duket se aksionin për pastrimin e plazhit e kanë përdorur sa për show. Ata kanë punuar për pak orë sa për t'u filmuar nga kamerat e televizioneve dhe me të ikur mediat janë larguar edhe vetë duke lënë sasi të mëdha mbetjesh, siç shihen nga këto pamje të marra këtë të mërkur. Via bregdetare e plazhit në Divjak është e ndotur nga mbetorinat e plastikës dhe lloje të tjera bimore. Pas alarmit të dhënë nga mediat për situatën e krijuar këtu ka ardhur administrata e zonave të mbrojtura dhe Bashkia e Divjakës, të cilët kanë punuar jo më tepër se 3 orë për të pastruar një territor i cili është më shumë se 20 kilometër. Për të pastruar tonelata mbetje të shpërndara në rreth 24 kilometra vijë bregdetare punuan jo më shumë se 10 punonjës të administratës së zonave të mbrojtura dhe disa punonjës nga ndërmarrja e pastrimit të bashkisë, por fajin për situatën ja lën numrit të pakët të punonjësve, jo punës që ja lën për gjysmë. Aktualisht është pastruar rreth 1 kilometër vijë bregdetare dhe besoj për një javë mund të pastrohet të tëra. Qose dhe ketë përvërcime me forca vullnetare punë. Ndonë se ndotja e bregdetit është alarmante, e shkaktuar si pasojë e prurjeve të lumenjve shkumbin e Seman, drejtuesit e pushtetit vendor dhe agjencive që merren me mjedisin, duket se jetojnë në një realitet tjetër. Plerat e Shqipërisë u bën pak ditë më parë lajm ndërkombëtar pasi përfunduan deri në Dubrovnik, duke pushtuar faqet e para të mediave kroate dhe gazetave më të njohura në botë, si New York Times. Me rastin e 100 vjetorit të urdhrit të Skënderbeut u dekoruan për meritat të veçanta 22 personalitete të fushave të ndryshme. Në një ceremoni solemne u përkujtua 100 vjetori i urdhrit të Skënderbeut, kryeministri Edi Rama në fjalën e tij tha se ky urdhër rind sot pas një shekulli me hirin e rifituar të një amaneti evropian duke zënë vendin që i takon. Urdhri i Skënderbeut i mbijetoi shpatës monarkisë, zjarrit diktaturës dhe baltës tranzicionit drejt demokracisë, ku sistemi i urdhrave dhe i medaljeve u kthye nga një sistem nderimi dhe lartësimi i shërbëtorëve të atdheut në një sistem vlerësimi për uljen ndaj pushtetit të një njeriu të vetëm dhe pastaj degradoi krejt fare në një farsë të neqegjinsh që ju përullën shtetin ignorancës tyre. Ndaj sipas Ramës u ndërmor edhe reforma e thellë në dhënien e medaljeve të vlerësimit për personalitetet që kanë dhënë kontribut për Shqipërinë. Krijimi i kancelarisë së urdhëve dhe medaljeve ishte hapi i parë për të ndaluar devijimin e mëtejshëm dhe për të hapur rrugën e ribashkimit me Europën. Kryeministri u akordoi këtë urdhër të lartë familjeve të 2 personaliteteve, që i cilësoi si shërbestar të papërtuar të kësaj reforme kuptim plot, Artan Lames dhe Filip Rumbullakut. Presidenti Bajram Begaj tha se ky shekulli i dytë i këtij urdhri duhet të jetë ai i vlerësimit të drejtë dhe të paanshëm të personaliteteve. Vetëm kështu dekoratat do të rifitojnë peshën dhe respektin që meritojnë. Një standard i ri institucional, një standard që rikthehen vlerësimin e shtetit, besimin e qytetarëve dhe dinjitetin e mirënjohjes publike. Në këtë ceremoni u nderuan me 3 urdhrat kombëtare, Urdhri Suprem i Shqiponjës, Urdhri Skënderbeut dhe Urdhri Lisit Akademik 22 personalitete të fushave të ndryshme nga brenda dhe jashtë vendit, si ish presidenti Alfred Mojsiu, historianët Plum Xhufi dhe Aurel Plasari, albanologu Mateo Mandala, violinisti Tedi Papavrami dhe ish futbollisti Iglitare. Tanën do të zhvillohet ceremonia e topit Art 2025, producenti Ardit Gjebreja zburon detajet e ceremonisë, ndërsa Federata ka publikuar kandidatët për trajnerin e vitit. Mbrëmja Gala e topit Art 2025 nuk do të jetë thjesht një ceremoni për ndarjen e çmimeve për më të mirët e futbollit shqiptar. Aty do të ndërthuret sporti bashkë me artin dhe spektaklin. Producenti dhe moderatori Ardit Gjebreja ka zbuluar disa nga detajet e këtij eventi. Shumë i lumtur sepse këtë vit do të ketë shumë personalitete. Ashtu si dhe vitin e kaluar do të ngjiten në skenë emra shumë të njohur të botës së futbollit. Sigurisht do të ketë edhe të ftuar special që nuk janë më sekret, është Lore, është Capital T dhe Dream House Dance Academy, balerinët e famshëm. Për të, një moment kulminant i ceremonisë është votimi i futbollistëve të kombëtares për të zgjedhur më të mirin. Do ta quaja këtë moment si qershin mbi tort sepse edhe këtë vit do të jetë votimi i vet futbollistëve të kombëtares për njëri tjetrin,
për të parë se cili do t'jetë dhe futbollisti më i votuar prej tyre. Topi i art, në fakt do t'jetë një mbrëmje art. Mes çmimeve të shumta që do të akordohen është edhe ai për trajnerin e vitit. Këtë të mërkur, Federata Shqiptare ka publikuar kandidatët që mund ta fitojnë dhe në listë janë Edlir Tetova, Ivan Gvozdenović, Mirel Ljosa dhe Edi Martini. Mbrëmja gala do të zhvillohet në ambientet e Teatrit të Operas dhe Baletit ditën e hënë më 15 dhjetor dhe do të transmetohet në televizionin Klan. Rjeti Spar ka hapur një hipermarket në zonën e kombinatit këtu në Tirana. Ishtë rjeti një sipërfaqe prej 3.000 metra katror dhe ofron mbi 20.000 produkte të ndryshme. Spar inauguroi hapjen e hipermarketit më të ri në kryeqytet në zonën e kombinatit. I pari i këtij lloji në Shqipëri. Ky hipermarket prezantohet me një hapësirë moderne prej 3.000 metër katror dhe me mbi 40.000 artikuj. Ky investim krahas vendeve të reja të punës sjell për banorët e zonës një eksperiencë të reblerjesh, ambiente moderne, cilësi dhe çmime të levarditshme. Risi është zona e tekstileve dhe artikujve për shtëpinë që ofron produkte sezonal, veshje dhe dekorime për shtëpinë. Ky hipermarket shënon pikën e 100 të rjetit Spar si pjesë e grupit Viva Fresh, duke reflektuar angazhimin për një rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm. Hapja e hipermarketit më të ri Interspar në zonën e kombinatit në Tiranë shënon një moment shumë të rëndësishëm për jetin tonë, pasi ai përfaqëson dyqanin 100 që operon në tregun shqiptar. Ky format do të sjellë pafundësi zgjedhjesh dhe një eksperiencë blerje të përmirësuar për klientët tanë. Besojmë fort në suksesin e këtij formati, prandaj kemi planifikuar që në 3 vitet në vazhdim ky format jetë prezent në të gjitha qytetet e Shqipërisë, me qëllimin e vetëm për të qenë sa më pranë familjeve shqiptare dhe mbi të gjitha me çmime super ekonomike. Sa më shumë formale të bëhet ekonomia nëpërmjet supermarketeve dhe sipërfaqeve të tilla që ofrojnë të gjitha produktet, aq më shumë do kemi një ekonomi që gjeneron dhe jep shpresë tek prodhuesit vendor për çdo familje shqiptare e cila përballon më lehtë shportën e vet. Hapja e këtij hipermarketi është një dëshmi e qëllimit për të sjellë standarde të larta dhe një qasje moderne ndaj tregtisë me pakicë, gjithnjë duke i dhënë prioritet eksperiencës së konsumatorit. Këtu përfunduam zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natën e mirë.